Rikthehemi përsëri dashur miq në Antena Televizion për diskutuar fakt mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit. Siç e pat, ne jemi në prova teknike, shpeshherë ndodhin që të ketë edhe probleme teknike, duke qenë se jemi në hapat e para. Jemi në hapat e para të një, do të thoja, mini televizioni, i cili nëpërmjet fjalës, nëpërmjet mesazheve, nëpërmjet artikulimit dhe nëpërmjet jush, do tentojmë që ta bëjmë nga një antenë vogël në një sinjal shumë të fortë që shqiptarët mund të shikojnë, shqiptarët mund të ndjekin dhe mund të besojnë informacioneve apo analizave që dalin nga kjo antenë e sapo krijuar. Një antenë e cila në fakt lidhet me kontekstet saj historike por dhe politike, duke qenë se shqiptarët gjithmonë edhe në kohën e komunizmit kanë kërkuar, kanë luftuar për të vendosur një antenë për të dëgjuar një mendim të lirë, një opinion të lirë, por edhe për të pasur një qasje ndryshe. Kam kënaqësi në fakt sot në studio të kem edhe kolegun, por edhe mikun Flogert Muça. Flogert, përshëndetje. Faleminderit Ermal. Në fakt, idetë e mëdha kanë lindur dhe projektet e mëdha kanë lindur në dhoma të vogla. Kjo në fakt nuk është aq e vogël sa ajo e Google-it, kështu që nisja është më e mirë se që ka nisur Google-i projektin e tij. Ju uroj shumë suksese të dyve. Faleminderit. Dhe paçi vetëm lajme të mira për antenën. Për antenën, ne do mundohemi të përcjellim çdo lajm, se tani në këtë format jemi, kam edhe bashkë themelusin dhe ma përcaktoi mirë Flogertin, fakt se e quajta me ten pak, do thoja, populist, bashkëpronar. Ai është edhe pak shumë arrogant si natyrë, po unë e kam mik, e kam shok. Ani këto punë jam, kam kënaqësinë të kem studio Anri Balën. Anri, përshëndetje. Arroganca është virtyti të diturve, nuk e mund ta bëj një ignorant arrogantin. Është shumë e vërtetë, arroganca thonë që më shumë dëmton se sa rregullon. Kupton, të jetë virtyti i diturve arroganca. Varet çfarë dëmton, a kupton? Të jetë mbase arroganca mund të jetë, do të thoja, paketë se i të diturve më stonon shumë, se me diturit vazhdon modestia, po. Rama, tani Rama nuk është arrogant, Rama e luan sipas momentit. Po pardon, sipas momentit. Ja kur jam me ty për shembull arrogantin. Pas ke shembull, mirë, dakord, kur ke shembull Edi Ramën e kuptuam, mirë, shumë mirë. Po ta ish për shembull më i mirë burr. E pas ke shembullin, ne na u de shumë vite që ti ta thoje këtë deklaratë kaq të fuqishme. Unë kam thënë gjithmonë. Ishte një shprehje dashurie. E kam thënë gjithmonë. Me shikim para, me shikim dytë. Jo, nuk e di. Ndoshta që jemi rritur në një rrugë. Jo, më se në një rrugë. Jo, unë ti, jo, se ti ke pas qenë. Jo, unë kam qenë patosë, sigurt. Po arsyeja pse antena do ketë sukses është pikërisht fakti që bashkë themeluesit kanë perspektiva të ndryshme. Po perspektiva s'diskutohet, po këta janë rritur këta janë rritur në një rrugë, vetëm pastaj rruga i ndau. Apo nuk ju ka nda rruga? Na ndan e na bashkon në këtë rrugë që i ndan dhe i bashkon në këtë zhvillim në këtë ngjarje. Tu do ta nisja që merresha me Flogertin tani. Tani do merresha me Flogertin edhe për diskutuar në fakt mbi çështjet dhe zhvillimet më të fundit. Flogert, një përplasje televizive do ta thoja, se nuk është një përplasje e cilit dy politikan klasik dalin dhe përballen mbi arritjet apo dështimet që ata kanë, por duket sikur në media Berisha Rama janë në një përballje shpeshherë të fortë, janë në një përballje shpeshherë e cila luatet edhe me gazetarët që thonë Ramën e ndjekin 1.2, doktorin e ndjekin 1.8, pastaj një ditë tjetër thonë Ramën e ndjekin 2.1, doktorin e ndjekin vetëm 800. Si e ke parë gjithë betejë dhe si e shikon këtë situatë të kësaj fushate e cila realisht duket pak e qetë me atë se çfarë ne prisnim si karikim fushate? Dëgjoj Ermal, lufta e audiencës është për herë aty. Pra, po ta shohësh doktori dhe Rama janë të dy në një fushatë intensive komunikimi publik, kanë filluar tani intervistat e përnatshme, janë edhe nga 2 herë në ditë në për intervista. Dhe kjo është ai sprinti final që ti e di mirë se je edhe njëri që e njeh komunikimin,
që bëhet për të amplifikuar në maksimum mesazhin politik, për t'i dhënë atë karikimin e fundit skuadrës për ta ngritur në nivelin maksimal që mund të ngrihet morali për të çuar votën drejt kutisë votimit. Në këtë kuptim, mirë kuptohen edhe lajmet që njëri po ndiqet më shumë, tjetri më pak, mirë kuptohen edhe intervistat e përnatshme e kështu me radhë. Në këtë kuptim nuk mund të themi që ka një fitues apo një humbës, sepse po bëjnë të dytë njëjtën gjë. Në qoftë se do e marrin fushatën si të tërë dhe të themi mandej kush e ka fituar betejën e komunikimit politik publik, pa dashur të jem me anrin, më duhet t'i jap të drejtë ose të them që lideri i anrit e ka fituar betejën e komunikimit. Pse, do thuash ti? Jo, e lash audiencën. E ka fituar për një arsye. Ka udhëhequr praktikisht agjendën e opinionit publik dhe agjendën mediatike, politike, publike me anë të provokimeve, mesazheve, skeçeve. Berisha dhe Rama janë karaktere të ndryshme. Jo, po. I vetmi ka diçka, po diskutojmë. Sa hyra unë direkte. Unë kam kush ka dirigjuar. Kush ka dirigjuar se ti ndërpret mendimin, po nuk ndërpreva mendimin. Po është çështje etike. Ja, e mbarova një fjali kam. Pra, ti dhe të ftones të lënë të flasësh. Për mendimin tim, dirigjenti i fushatës, për mendimin tim, ka qenë Edi Rama. Fliste Rama për Bashën, mirë që fliste edhe Basha për Ramën, se Bashës i vyen te kjo, por fliste edhe doktori për këtë marrëdhënie, më thonë sa. Fliste Rama për Vrenozin, fliste edhe Berisha për Vrenozin. Flet, Rama për Zeqinen, flet edhe doktori për Zeqinen. Pra, kjo historia që doktori gjëmon Ramën çfarë thot ai për t'ju përgjigjur, në një farë mënyre është, nuk e di kush e këshillon doktorin, por është një gabim taktik që ti ndjek çfarë thot kundërshtari dhe turrësh pas atij. Nuk e ndërton vetë agjendën, por je në shërbim të agjendës. Pra je në shërbim të agjendës. Anej, si e ke parë gjithë këtë përplasje? Jo, desha një shtojs edhe për flogerit edhe për ty tani se po kthehem serioz pavarësisht. Ti e di që unë du fort me i fel. Edhe prandaj të mi kloj. Po që edhe të bësh më i mirë, se ke shumë për të përmirësuar. Ajo që më vlen të përmendet është desha t'ja kujtoja të dyve që në debat publik, realisht, debate publike, flas historikisht, nuk kam fjalën vetëm për zgjedhjet e 2025-s, Edi Rama ka pas pak konkurrent në konceptin e ngjyrimit jo vetëm në shkrim, po dhe në artikulim. I vetmi në gjykimin tim që mund t'i afrohej Ramës, që kishe një oratori, po, ishte vetëm Bemblushi. Edhe debatet që ka bërë, debatet brendshme në gjykimin tim, se ju mund të keni, mund të sillni emra të tjerë, po edhe debate publike me personazhe të tjerë. Po pra, ngjashmëria pra, kjo është ideja, sepse zoti Berisha me zotin Ramën janë dy karaktere komplet ndryshëm, dy shkollat ndryshme, kanë tjetër, njëri ka karizmën e ka ndryshe, tjetri ka karizmën, nuk janë absolutisht njësoj që të bësh një krahasim. Dhe njërin ose do e duash ose do e pëlqesh, pra nëse do pëlqesh Ramën nuk mund të pëlqesh dhe Berishën. Mund të jenë fragmente, momente. Bala të bëj dy pyetje. Patjetër, patjetër. Yes, është Ermali që i bën pyetjet, po. Jo, s'ka gjë se ne kemi bashkëbisedim më shumë, se jemi çështje teknike të parë. Po, e para, kush e ka udhëhequr tematikën për të cilën është folur? E ka udhëhequr një akuzë e doktorit apo një batut, një ironi, një sarkazëm e Ramës? Prandaj unë thash që Rama ka qenë dirigjenti. Kam pas mbështetje me njëra tjetër. Rama e ka udhëhequr, domethënë Rama filloi buf dhe doktori doli me bufën në dorë duke thënë po unë jam buf, po jam buf i mirë. Pra doktori ka shkuar dhe i ka rënë për herë Karremit duke u marrë me atë që Rama ka dashur merr. Rama pse nuk është marrë kurrë me akuzën e doktorit? Pra nuk është marrë. Në këtë kuptim e kam unë. Pastaj vetëm në momentin ku ka dirigjuar doktori ka qenë gjithmonë kur i ka hyrë njerëzve në për çarçaf, në për jashtëqe, në për familje, në këtë kontekst. Njëti justifikojnë qëllimin, thonë, për pushtet. Po se ka treguar të kundërtën, po e ke vënë re sepse shqiptarët janë lodhur me këtë pjesë, prandaj zotrin, jo mjeti, po as qëllimi s'po merret vesh se kush. Historia ka treguar që nëse ngelesh makiavelist, nuk ndryshon ajo. Nëse ti sot përsëri, nëse ke një material të fortë, mund ta dëmtosh kundërshtarin. Si materializon ti?
flas me material. Pra nëse Po s'ke që thashë të eme ato. po nëse Pra tentuan Ramën e nxorën nudo, tentuan ta. Po Rama në atë kohë nuk është se kishte bërë ndonjë gjë, ishte një plazh nudo. Në një plazh nudo nuk vetëm me rroba, njeriu. Si. Në një Po plazh nudo. tentuan ta diskreditonin pra. Po dakord, Figurën, por pra i pamoralshëm. po si ishte moral si martuar ishte në qefin e tij. Po ç'si ka dhe po ishte i martuar. Po nuk e jo marr, po nëse ai ishte i martuar dhe aty e shkon me një tjetër. Prandaj po them pra që ai nga patoshi edhe nga ta rong këtë. Kjo nuk ka lidhje. Kjo tregon që je provincial në mendim. Jo. E kjo tregon si që janë provincialun, po ti je i martuar. Po si ti je i martuar dhe të shkosh me gruan. tjetër dalësh. Jo me tjetër, me gruan, mor. Tani mos, unë thash me tjetër, unë nuk thash me gruan. Jo. Tani Unë thash me gruan, mor zotrin. Jo, se fjala po tani me gruan ka qenë, po e dim shumë mirë, po vërtet po thot, pse thot tjetër ky tani? Do ta bësh me dashurin me zortin? Jo, po them nuk e kam mallin te Rama, po them si model. Po ka qenë me gruan, mor zotrin. Po dakord, më bën. Unë flas për atë që ka ndodhur, ti thu po sikur të ishte, po sikur të kishte ajo ashtu. Tash në model nuk kam te Rama, sepse Rama në atë kohë ishte gjithë drejtat e veta. Ermal, më fal, doktori kanë tentuar gjatë se fushatës, siç e kam parë unë, ta tërheqë Ramën drejt narrativës tij, pra që të jetë doktori dirigjenti. Dhe Rama thjesht nuk i ka rënë karremit. Dhe për mua tentativa e doktorit ka qenë inteligjente. Pra, çfarë duhet bëjë një opozit që të tërheqë narrativën? Shumë e thjeshtë. A ke mundësi ta marrësh kundërshtarin që ka 12 vjeç i qeverisë dhe ta bësh të jap llogari për premtimet që ka dhënë dhe të përballën alternativat. Dhe këtë ka tentuar fillimisht. Duke u marrë me programin, doktori tentoi që madje filloi të thoshte që më ka kopjuar Rama programin, nëse ju kujtohet ditë para. Aty unë pash që Rama nuk reagoi. Pra nuk i ra karremit. Doli i futi bufin atje. Kur shoh doktorin të nesër unë me buf në dorë. Pse? Pse duhet të amplifikosh mesazhin e kundërshtarit? Se unë e kuptoj autoironinë. Ja ka thënë Lacivita më. E kuptoj autoironinë. Por unë them që ka qenë kundërproduktive, ndërsa tani për shembull po e bën mirë. Po bën vetëm prezantim programi, dhe është shumë korrekt. Problemi që po e penalizon, jo po e bën doktor. Tani më mbyll, mbaroj. Jo, po s'ka, e ka bërë këto javën e fundit e ka bërë mirë, është marrë vetëm me programin dhe duke thënë që Rama ka pasur një disfavor tjetër tani. Disfavori tjetër ka qenë mosha. Po. Mosha që i ka dhënë një farë mënyre një lloj materiali kundërshtarëve të Sali Berishës për ta vënë në lojë. Se karma është e poshtër. Dhe çka ka bërë doktori, dje ka atakuar Bidenin. Po. Dhe sot fatkeqësisht se nuk është ndonjë gjë për t'u thënë o bobo, po fatkeqësisht doktori ka memorien nuk e ka në formën e tij më të mirë. Pra bën shpesh gafa, bën shpesh ngatarresa që e tregojnë një farë mënyre një lider të dobët, domethënë nuk ta jep atë motivimin ose atë nuk ta transmeton atë energjinë që prit se ky burr ke parasysh shprehjen e famshme që thonin për doktorin. Çamale. Kjo është shprehja. Burra i çamale. Po ato po thosh edhe ajo që po ndodh këto ditë tregon që nuk përballon dot më diellin, jo të çaj male. Dhe kjo ka qenë në disfavor. Po është pak lojë episet kjo, që t'jem sinqert. Më pse është politik, ne nuk është se presim ai fushëngjish aty edhe. Fluger, qofse që ndrojmë në këto zhvillime, kemi dhe partitë e tjera të cilat janë të vogla, por i kemi parë në diskursin e tyre. Kemi zotin Basha me koalicionin Euro-Atlantik, i cili ka pasur një përgjigje për Ramën ku mbetën shokët dhe 7-7 313 që personifikon bashkëpunëtorët e Edi Ramës që janë pas sekurave. Kemi parë Shqipëria B të Adriatik Lapaj, të cilën në fillim zgjodhen një foto, po u harruas shumë shpejt për të dhënë kontrastin këta janë e shkuara, ne jemi e ardhmja, por nuk gjiti në opinionin publik. Kemi Agron Shej, nuk e di në ka ndonjë tok fjalësh që kanë gjitur në opinionin publik përveç emrit partisë, asgjë tjetër. Partia Mundësia, kemi Alin Qorin, Erea Ponis, mos gaboj është Polin, Erea Polin, po Erea Polin. Është si një vepër më duket, ai një titull poezie, midis tyre partive çfarë ka bërë më shumë ose çfarë ka rënë më shumë në sy në ana komunikative,
si mesazhe simbolike, si e ke parë gjithë të Dëgjoj, panoramë? janë fushatat ndryshme, unë do jap një koment për secilin. Lulzim Basha ka bërë një fushat shumë të mirë. E them këtë sepse unë kam ndjekur të gjitha sondazhet dhe ajo që më ka bërë përshtypje Ermal është që në qoftë se Lulzim Basha e nisi fushatën 6 muaj apo më shumë pas Adriatik Lapajt, Agron Shehajt, Erlin Qorit, e gjithëve tjerëve, në sondazhe ai është ngritur dhe është paralelisht me këta. Pra, mund të marrin mandate, kjo është thelbi. Po, se marrin, thelbi politik a do jenë parlament apo jo? Po, këto janë pyetjet që ngrihet më shumë nga njerëzit. Dhe këto për mendimin tim e ka arritur për 2 arsye. E para, sigurisht janë strukturat në terren, që ai me sa duket i ka mbajtur. Dhe e dyta është komunikimi publik politik, që duhet ta themi, i ka dhënë një dorë Rama. Jo me qëllimin për t'i dhënë një dorë, jo si qëllim vetvete, por secili për interesin e tij, Rama për ta relativizuar akuzën e Bashës, e ka bërë ato batutat për ta kthyer në një parodi, ndërsa Basha e ka shfrytzuar për të maksimizuar 7/7-313 dhe ku të mbetën shok. Kështu në këtë kuptim unë e klasifikoj si një fushat me notë kaluese të suksesshme Lulzim Bashës. Fushat tjetër e suksesshme që është profesionale, pozitiviste kryesisht, është fushata e Agron Shehajt. Është fushat me gjithë komponentët e saj që mund thuhet një fushat e mirë strukturuar, e organizuar. Nga ana tjetër, fushata e Zotit Qori është një fushat individi. Pra, pa në një frymëzim, pa në një ekip, pa në një... është ideologjikisht i qartë, por nuk kam parë një fushat si këto që thash më herët. Zoti Lapaj tani ka devijuar nga thelbi i asaj që po bënte, që Shqipëria do të bëhet, dhe ka kaluar në një narrativ që unë nuk po ja kuptoj më dhe hajde diskutojmë. Tani ka kaluar që ne do të çojmë vendin në zgjedhjet parakoshme. Domethënë, nga Shqipëria bëhet, ai po thotë Shqipëria nuk bëhet se unë nuk e lejoj të bëhet. Ai mbas e thotë nëpërmjet zgjedhjeve parakoshme unë e bëj Shqipërinë, thotë. Ora mund lër të kuptoj, unë po them, ai mund ta thotë atë, por nuk është kjo mënyra për të thënë që Shqipëria bëhet. Pra, çfarë tregon mesazhi i atij zotërisë? Tregon që po mu dha mundësia mua që diçka të bëhet, unë nuk do ta bëj. Po mu dha mundësia mua që të bëhet një qeveri këtu dhe të ketë vazhdimsi, stabilitet politike, bla bla bla, unë nuk do ta lejoj. Pra, dhe kjo gjëja që gjua e Lapajt është nuk e komplet di, është e gabuar. Është e gabuar, domethënë duhet të ketë një kontekst dhe duhet të ketë një koherencë, një kimi, një shkrirje, një simbiozë mes filozofisë, partisë, emrit partisë dhe mesazhit që ti nxjerr nga goja si mesazh politik. Dhe në momentin që ti emrin e ke pozitiv, optimist, e më the tash, dhe nga ana tjetër mesazhin e ke destruktiv dhe pengues, ka një kërcitje. Ka një kresh, një përplasje. Patjetër ka një kërcitje dhe nuk e kuptoj pse po e bën. Ndoshta po mendon që do të lërë të kuptohet që unë do jem kingmakeri, por për mua ka bërë autogol. Se mjaftoi një fjali e dramës që i tha i LSI edhe shkurtimisht që ta kalojte Anoj, mendon se do të jetë një playmaker se kingmaker? Jo. Anoj, si e ke parë gjithë të panoramë, duke nisur mënyrën e komunikimit, duke parë fushatat e partive të vogla, çfarë ka rënë në sy, çfarë pritet, duke qenë se jemi shumë pak ditë, e cila lidhet drejt për drejt në fakt me datën 11 maj, jemi gati edhe 4 ditë. Në çfarë edhe më kurrë bisedën? Sot është e martë. Mos jemi pa gabim se edhe ne jemi në fluks pune. Kështu që dhe mendoj që deri të premtes të shtunën është thjesht zgjedhore, të dielën ju bëjmë gjithë qytetarëve thirrje të shkojnë të votojnë, ju bëjmë thirrje që në këto momente mos ta shesin votën e tyre, por kur ta hedhin votën në kuti të mendojnë për ta ardhmen. Atë vetëm që janë pa vendosur në këtë ditë mund të jenë ata që nëse janë dhe ekzistojnë ata që shesin votën, me fjalë, ku ta shesin më shtrenjtë. Nëse ka,
paktën sipas pretendimeve partive, pra nëse ekzistojnë njerëz që e shesin votën që s'kanë as interes dhe mendojnë se vota e tyre nuk do bëjë asnjë lloj diference, unë as nuk do artrokas sjelljen e tyre, realisht. Më mirë është më e ndershme të shkosh atje, ta djegësh, ndoshta ta bësh të pavlefshme fletën e votimit sepse ti nuk ke besim, sepse dhe kujtoj dhe votat e pavlefshme dikur kanë qenë një lloj, si thuash, revolte që edhe për sistemin, por edhe për partitë e tjera duke mos u bërë, si thuash, pjesë e një maskarade, kryesisht që kanë qenë vitet më të këqija ndoshta për vendin tonë, ku vota jonë nuk është se vidhi pjesërisht, po minimalisht kutitë e votimit mbusheshin me dorë, thua se ishin kështu qese me miell. Kështu që në këtë kontekst, unë besoj se nuk kam të pavendosur këto ditë, kështu që besoj se e do jetë më e qartë, nuk e di tani nëse Edi Rama u pendua për pjesën e parashikimit që do bënte nga Kuçi, nëse i ka dalë rezultatet, apo duhet presim akoma edhe ca ditë. Nëse, sepse vitin e kaluar, me sa mbaj mend, tha që do bëj një parashikim për ose në fakt ka thënë që do të shkojnë Kuçë po dhe do të prapë. Do ju them prapë nga Kuçi, po nuk e di nëse i le për ditët e fundit to vizitat në Kuç. Flokër se ti mund ta marrësh mend që është në Kuç do të shkojë Rama. Jo do të shkojë se pyesim do drama, jo ta them. Jo do të shkojë them si parashikim, si e mendon, si informacion. Si po informacion. pra, a e ka lënë për ditën e fundit si e ka? Jo, ta them unë. E drama mbrëm, sepse Bala tani që ka themeluar televizionin e tij nuk ndjek më televizionet e tjera. Po, unë akoma vazhdoj të ndjek të tjerët edhe sikur të kem BBC-n time nesër. Po ne dy kështu jemi Ermal. Po se ne po sa pra do ikin Kuç, thjesht për ka ndruar. Në Myslim Shyk kështu funksionon. Mbrëm nuk e ndoqa se isha me një studio tjetër. Edhe unë isha, po kur u ktheva ja hodha i sy dhe Ramës dhe Berishës. Po duk më shumë gallat, që flisim më shumë për lek reklamash jo, se sa. për te batutave. Po, mbrëm ai deklaroi që rezultatin e zgjedhjeve sipas tij do e shkruaj nesër në Kuç. Pra mbrëm tha pas nesër, pra i bie që nesër të pra jetë shumë mirë. Nesër do të jetë në Kuç për të parë se çfarë rezultati gallat, shohim gallat. Nesër shkonte lokali ai, mbi atë flet që ata mund ta kenë, madje unë ata jo vetëm ta varin më, po mendoj ata duhet ta hapin tani ankant, se ata mund ta shesin shtrenjtë atë, se ajo është ja ide maksimumi do kalojnë në për pikat e basteve. Jo, thotë që mos ta shesin shtrenjtë, po lej më. Maksimumi do kalojnë pikat e basteve o burr, sa ndoshta e kthejmë Kuçin vend pelegrinazhi për këto mbështetjet e Partisë Socialiste, se i jep fat Kuçi. Po desha thoja këtë që për sa kohë Rama nesër prej Kuçit shpall pak a shumë mandatet e Partisë Socialiste, kështu që trendi dihet pjesërisht shqiptarët, ata që kanë ndërmend votojnë, dhe ata që nuk kanë ndërmend mos ta shesin votën, nëse janë raste se tani unë s'flas dot në emrin të institucioneve të tjera, kështu që unë besoj se pak a shumë duhet e dim natyrën e këtyre zgjedhjeve që ishin jo vetëm qeta dhe nuk kishte më debati politik, nuk ishte më debati Rama përballë Berishës, çfarë kanë bërë ose llogaridhënia apo çfarë do bëjnë ose programi i këtyre partive, kryesisht që nga nisja e këtyre zgjedhjeve, po dhe më përpara lufta ka qenë Rama përballë Berishës, dy liderat politik, zgjidhni shqiptar kush është më i mirë, janë dhe variantet e partive të reja. Më kupton, por nuk shoh asnjërin prej tyre, megjithë nuk është nevoja të thuash me gjithë respektin se jo me respektin, jo me gjithë respektin, me gjithë respektin që kam për ta. Jo, nuk kam respekt për ta. Basi ju thua që basi ju thua që ju dëshirën si gjë dhe i thua pastaj se shkojnë me jo, ishte me gjithë dëshirën që partitë e vogla tishin minimalisht më të prit një sekondë, tishin minimalisht më të përfaqësuar në parlament. Nëse unë deri ti kam thënë një mandat me dëshirën time, nisur nga dëshira ime personale, do doja që secila nga këto parti njerëz me integritet, jo domosdoshmëri. Po, patjetër, ma bëj debat. Se nuk e kuptoj. Por më fal. Pse duhet që ta jenë në parlament? Më fal. Thjesht, po ja, duhet themi që pra krijon një parti nesër Ermali, dhe që është parti e re, më ta provojmë mirë se është parti e re. Ky Ermali mund të jetë tek Partia Demokratike si i ri, mund të përmbytet në vota në lista dhe me emër nominal pra Ermal Peçi,
Dhe miru pafshim se ka PD-ja dhe PS-ja djemë dhe vajzat të reja fantastik, 10 herë më të mirë se këta që ke me kryetarë. Edhe gazetar më të mirë se ne ka, po nuk kanë dalë akoma. Atë e dyshoj. Po thoja që ka njerëz më të mirë se ne Do të gjithmonë. qenë modest, po jo gjën këtë pikë. Jo, ka njerëz më të mirë se ne gjithmonë, edhe mund të gjejmë, po varet se si jepet mundësia njerëzve. Problemi është tu, Flokert. Atë që unë e lidh politikën, ndoshta edhe çik me profesionin ton. Kur u hapën portalet Po në ti fillim, sa gron shë do thoshte mundësinë e kërkon edhe i gjend. jo, prej tash, më dëgjoj pak. Kur u hapën portalet në fillim, to portalet pati edhe një lloj inflacioni, se do t'i lidh të dyja fushat median, ndoshta edhe me politikën. Pati një lloj inflacioni, krijimi u bë pastaj çdo gazetar i ndriti ideja që të bëni nga i portal. Një gazetar, një portal. Një gazetar, një portal. Dhe kaluam nga 10, 15, 20 portale, kemi shkuar në shifra që nuk e dim. Por kjo është sa e dëmshme, se kjo ka të bëjë pastaj me etikën dhe profesionalizmin e një personi, edhe në rastin e politikës. Sa e dëmshme dhe e mirë. Pse? Sepse deri më sot, në gjykimin tim tani, se di, deri më sot për shembull, gjithmonë janë atë muar ose që X portale blien, ose X gazetar mund të shantazhohen, X gazetar tjerë për shembull mund të joshen. Por në 900 portale ti nuk mund t'i bllokosh dot të gjitha. Kështu që prej një sekond, po bëj me ta marrë një sekond. Një sekond, se kjo është një gjë edhe me rrjetet sociale. Sa do informacioni prej paralelizmi me partitë politike. Se ne portaleve nuk na ka thënë njëri hama gjynaf të ngrihet dhe ky për mua t'ishte ngrit dhe ky fare. Jo për gjynaf, Jo vetëm nuk ju ka thënë. Jo për gjynaf për Por dëshirë. as në media se u hapur njëri. Po unë nuk se pash këta në fytyrë dhe thash kam dëshirë të bëhet ky, se po për fytyra këto s'bën asnjë. Problemi është ndoshta edhe për integritet me kokra janë. Nuk po them në këtë, thash brenda këtyre partive, për shembull nuk e du fare unë as Dashen, as Aliben, as Bashën, mund du plumb se ferin. Një sekondër për plumin e zem. Më duket më babaxhan. Një tjetër do, ku dëgjon, te Adriatiku s'do, as Adriatiku, as ndryshe pa një tjetër. U thash gjejmë element të mirë te këto parti. Po kam një pyetje më. Një sekond, prit tani, më sekond. Po jo, po ja pra. Kam pyetje për Erman. Ja pra, sepse thos do bim në parlament korporatës. Pse duhet? Pse duhet për Emare? Më lër, Pse duhet të një përgjigje. Po marrë ta marrë pak pra. Më fal. Pse duhet? Po ju pyes po. Ja mos e kemi kthej një parti përgjigje. të vogla, Jo të vogla, more. Parti të reja dhe të vogla, të Sa të reja, cilat marrin nga i mandat dhe me atë mandat bëjnë pazar dhe biznes Jo, personal. jo, nuk është ky Deri thelbi. sot këtë vini parë. Pa kjo është pra e keqja pra. Sepse këtu flamurin. Më fal, a e ka ngrit parti mundësia më burr? A ka ngrit parti mundësia? Ai ishte në PD e zotëria. Po. Ishte. Për çfarë ngret ai vetëm parti? diçka, Për çfarë ngret parti? Po një sekond, më nuk e gjen Se vetëm mirë Bashën e kuptojnë Bashën sepse Basha kishte një përplasje titanësh me Është prapë në proces zvule, është prapë proces gjyqësor. Jo, vetëm Bashën kuptoj, jo e kam sinqer. Bashën e kuptoj. Sheha nuk e kuptoj fare, zero. Nuk e kuptoj, është ego personale. Tani kam lekun për egon time bëj një si dikush që ka ngrit një. Të përmenda Gjëshen. Shko ka diçka. Unë të përmenda Shen. Ti them parashtrimin tim, tim. Nga që e pronari tani mos bëj si dua unë tani, e kupton. E kam topi shimi, penalltin e gjuaj unë. A le ta mbaroj fjali e burr. Vetëm do doja ti thoja Flokert. Ka respekt për fytyrën. Ma bëri një pyetje. Nuk e di çastin, për shembull unë jam nga ata që janë për bipartizan, pra dy palësh. Jo pra, sepse kanë këtë s'palat mua dhe tani Deler Mali sigurisht më i zgjuar se unë. Jo Morio, se unë do të them komplet diçka tjetër. I bëj leksione paradite, thot Bargi. Ka një gjë Flokert që lidhet me zhvillimet e brendshme politike. E para njerë unë s'kam qenë asnjë moment dakord që ti thua unë jam i ri dhe ti me domosdoshmë duhet të jesh ndryshe. Eksakt. Të ri të bën mendimi, të ri të bëjnë aktet politike, të ri të bëjnë qasja dhe rezistenca që ti ke treguar dhe koherenca. Për partit e reja, ka një problem. Në politikë është çështje forcash. Po. Ai ti mund të thuash unë jam më i miri. Po. Dhe kështu mendon. Po. Por ka disa parti të cilat i kanë strukturat, kanë rrjetin, kanë kushtëzimet e nevojshme, kanë gjithë shtrirjen kapilare e cila lidhet me gjithë atë që është ditën e zgjedhjeve. Si ke bërë mësimas ato që të kam thënë? Ja, ka diçka tjetër tu. Dhe di se çfarë ndodh tjetër. Ka një problem në politikën shqiptare që Më fal, pse në futboll nuk fiton gjithmonë ekipi që paguan më shumë dhe ka lojtarët më të mirë?
Jo, Si jo? në futboll Kanë ardhur ekipe nga kategoria 2 të Leicester, nga kategoria 2 kampion Premier League. Sepse Si ndodh s'bëre një rast, televizime? bër përjashtim. Ka raste sa duash. Realiteti shqiptar është komplet ndryshe. Intri. Çfarë ndodh? Sa është rraf nga ekipe ose ka fituar tani nga ekipe me miliona euro. Politika mos e baston. Po pse s'është politika, është konkurs. Po si s'është? Po merr dy shembuj që të kas. Po si Të është? keni rast krahasimor, jo futja. Po thithë infrastruktura, nuk më the. Po infrastruktura shumë e rëndësishme. Po grinta? Ka grind më shumë si një i ri për të futur politikë se sa Berisha 81 vjeç? Apo këta tjerët që janë pasuruar me 750 vila e një 40 makina ka siguruar një 7 fise? Unë nuk kapa vetëm me një fjali të Balit, që tha me mu mos u kapni. Për dëshirë, u thash tjetër gjë. Po s'mblat, ju kapët po s'mblat përgjigjen. Unë them, po mirë më Bala fol, na them ose do Bala i vetmi genuin në gjithë ta historitë e partive të vogla, që për mua ka një argument për të, është Qori dhe Basha. Qori e ka intelektualisht, ideologjikisht betejën e tij, ndërsa Basha e ka betejën e tij për një gjë shumë të madhe. Të tjerët që janë derivate të Bashës, të Berishës, e të Kreshnikut, e të Fisnikut, këto për mua janë njerëz egoist që nuk pranojnë të futen të japin kontribut në partitë e mëdha, sepse ideologjikisht janë një lloj si Rama apo si Berisha, por duan të jenë mbret secili në partinë e vet. Ka dhe një problem Flokret që mendoj. A mund ta mbaroj unë se do të Po, mund të vazhdosh. Them desha se nga ecin. Në këtë kontekst, tani unë mund ta kem gabimin, nuk ka problem. Unë mendoj se zëra të ri në parlament përpos dualizmit ose bipolaritetit midis Ramës edhe Berishës, unë besoj se janë nevojshëm. Pra, kemi nevojë vëlla të gjëjmë dhe për ide tjera, kemi nevojë. Nuk po them sheja i më burr. Nuk përmenda emra. Nuk thash është më i mirë sheja. Po nuk ka rëndësi. Po jo, më nuk ka lapa, janë tjerë në listën e këtyre. Po ku di që unë tani kush mund të jenë? Tani po, më fal. Atëherë me të njëjtën logjik. Po janë me lista të hapura ato, mund tani kushdo. Po, dakor. Plumb se feri me ja thash ti, to 7 herë. Me logjik tani. Po është e Partia Demokratike historikisht, thjesht ndan për diviz çështje parimore. Po më kupton dhe një herë. Kuptoj Del Basha, del Plumbi. E kuptojmë por çfarë me një logjik ti ka një lloj përplasje ajo ideja. Partitë e reja janë gjitha me ballë për ballë me votuesin dhe janë në listë hapur, ndryshe nga partitë tradicionale. Partitë e reja janë një lloj si partitë e vjetra, partitë të kryetarëve. Si hyri Adriatiku, si hyri Kalamaja, pra, ja ke Qorin. Qori nuk është vetëm Këshill Bashkiak, por ka një vajzë atje që është marshevufsh Qorin. E kupton, pra, në këtë kuptim, kushdo që dali nga këta, nuk është zë i ri, jo, nuk është zë i ri, në kuptimin, do flas një lloj si lapaj. Se Qori, për Qori, më fal, e Qori në parlament, kanë gjasi me retorika e Qorit me çdo kënd që ke parë tani? Jo, pra Qori ta thash. Po atëherë pse? Vetëm Qorin të diferencova unë. Vetëm për Qorin bie dakord. Po mi më një që ka çfarë si ka. Për mua janë kot. Në kuptimin që mund të ishin një parti nga këto. Ma nëse dhe si Qori bëhesh e burr, mjaft që mos pranosh një gjë. Mos kesh qef asnjë gjë. Kjo është zevzek. Ti thuaj të deputetët brenda partive të mëdha mund të jenë me të njëjtën logjikë që po thua ti, nesër zëra shumë interesante në parlament. Po këtë po them thonë. Po të partive të mëdha. Nëse me situatën dorë Erman. Do jam fakt të thoja edhe diçka tjetër që lidhet drejt për drejt me zhvillimet e ngjarjeve më të fundit Flokret. Si shikon këto zgjedhje duke qenë se po shkojmë drejt fundit, nuk doja të më jepi një parashikim se pastaj bijem. Ta jap. Nëse do, patjetër më. Dua një parashikim. S'kam komplekse fare. Si e koncepton betejën për Tiranën, sepse këtu është ajo politika e madhe, këtu përplasen interesat ekonomik, jeta kulturore, dhe këtu përplasen edhe debatet e forta politike dhe mediatike. Do doja një parashikim. Është dhe miniatura e Shqipërisë në një farë mënyrë. Ne po thuaj Shqipëria këtu është po ta marrësh në numër popullsie, kështu që doja një parashikim nga. Dëgjoj Ermal. Dua t'ju them atyre që na ndjekin që t'ju shpjegoj kodin elektoral që ne kemi, si ndikon ai në rezultat. Sepse vëre që edhe nëpër media tjera ku ne jemi,
Kur ne themi që Partia Socialiste mund të marrë mbi 74 mandate, thonë patronazhist, servil, të bëfsha mamin e më the thash. Sigurisht, mirë kuptohen ata që ushqehen me këtë, dhe unë nuk shqetësohem asnjëherë për këto, po për gjithë pjesën tjetër kam një shpjegim. Ne kemi një kod elektoral ku çdo vot e partive të vogla që janë derivate të Partisë Demokratike, që nuk prodhojnë mandat, shkon në kosht të mbeturinave. Thënë këtë, nëse Partia Socialiste nesër do ketë 250.000 vota në Tiranë, dhe Partia Demokratike do ketë 180.000, dhe gjitha këto tjera do kenë 200.000, rrezikon që të prodhoj PS-ja e vetme me 250.000 vota, më shumë mandate se 350.000 që kanë këta. Se favorizon sistemi. Se favorizon sistemi që vota fragmentarizohet në 11 subjekte dhe në rang kombëtar fragmentarizohet në 12 qarqe. Këtë du shpjegojmë. Pra, doktori dhe Rama kanë bërë një kod zgjedhor, partitë e mëdha, që ndoshta e kanë menduar për të goditur partitë e vogla dhe për të ruajtur këtë bipolaritetin, por në një farë mënyre ky sistem sot që flasim favorizon në mënyrë ekskluzive partinë e parë. Dhe partia e parë në Shqipëri, që nga 98-a, 97-a, është Partia Socialiste. Edhe në 2005-ën, edhe në 2005-ën, po, për shkak të atij konteksti që ishim 45 vjet ashtu si ishim, edhe në 2005-ën ndodhi ndarja, çarja e madhe e PS-s me LSI-n që doktori arriti të parakaloj. E në këtë kuptim, Tirana, sido që t'jetë, bishti në qoftë se Lapaj, Shehaj, Qori, Basha, Doshi nxjerrin mandate, bishtat e këtyre që votat që teprojnë, pra merr Basha 17.000 vota, merr një mandat, 13.000 duhen, 4.000 digjen. Ato 4.000 po të kishte qenë Basha e bashkuar me PD-n dhe gjithë Shehajn e këto tjerët, do prodhojnë mandat tjetër ndoshta. Këto janë vota që digjen. Bëj një pyetje mbi këtë premis. Do mbajnë, sepse politikisht partitë janë ndarë, për shembull, PD-ja ka të betejën e madhe për vulën, po ka dhe për parimet, marrëdhënien me ndërkombëtarët, çështja e non-gradës, spaku e këto. Partitë e cilat mendoj se do krijojë politret dhe shohim që pas 11 maj nuk marrin atë rezultat. Do të kenë një përgjegjësi para opinionit publik, duke qenë se këta parimet politikisht i kishin njëjta dhe nuk arritën dot gjuhën për t'u bërë bashkë, se po e marrin mbi atë premisa, 4.000 digjen këtu, 3.000 aty, 7.000 aty, e ze mund të thonë 4 mandate po e marrin. Edhe sikur këta t'ishin bërë vetëm bashk, pra Shehaj, e lë Qorin, Shehaj, Shehi, Lapaj, Basha, unë them që me shifrat që kanë sot në gjitha sondazhet, këta zotrinj të kapin 20%. E disa mandate janë sipas formulës, janë diku te 18 mandate. Janë 2 grupe e pak parlamentare të mira. Që e thye sistemin mes. Që e dërmon sistemin dhe në vitin 2029, sido që t'jetë puna, ata kalojnë forcë e dytë. Po t'ishin bërë bashkë. Dhe këta zotrinj që nuk e kanë bërë këtë, me pretekste idiote, të tipit nuk bëhem unë me Bashën se ka qenë ministër i doktorit, nuk bëhem unë me këtë se ka qenë ashtu, tjetri thoshte jo po ka qenë politik Agroni, Agroni i thotë ti pastaj ti je sekseri Vjerrit dhe përlahen më keset. Pra, të gjitha këto kanë treguar një gjë. Këta mund të ishin edhe më lart sot me pikë elektoral, në qoftë se do të ishin treguar të ndershëm. Edhe të ndershëm, unë nënkuptoj që, dëgjoj, unë nuk do bëhem me Bashën, ose dhe me këtë tjetrin, sepse unë dua që të ndërtoj një gjë që nuk e kam që ka qenë ministri kjo, po thjesht dua të ndërtoj gjë timen. Pra, keni një parim më fair. Kanë ngritur, po eksakt më, është ambicie më. Çdo njeri me ambicie duhet vlerësuar dhe respektuar, po këta kanë filluar dhe kanë tentuar të ngjiten duke shkelur mbi tjetrin. Pra, shkil mbi Bashën se ka qenë i doktorit, shkil mbi Agronin se ka qenë deputet, shkil mbi Lapajn se ka qenë i këtij. Të gjithë kanë shkel mbi njëri tjetrin. Nuk është marrë që të jemi fair, të jemi të ndershëm.
nuk është marrë me asnjërin prej tyre Lulzim Basha. Nuk e ka bërë sepse mendoj që Basha ka menduar kështu, ka thënë ore, rangu im është Rama dhe Berisha, nuk do rrit merrem me këta unë. Në fakt e ka pas edhe si strategji Bravo. gjatë gjithë kohës, edhe kur e kanë sulmuar brenda E vlerësueshme. Për mua është strategji e mirë, po e shoh tot. Në këtë kuptim, ta tjerët janë bërë mishmash me njëri tjetrin, më keq se të vjetrit. Këta po të dilnin bashk, se tash nuk dua të flas shumë, po ka nga ata që aty brenda janë bashkë dhe nuk duan ta shohin njëri tjetrin fare. Po nuk po i hy më thellë se nuk duan. Do ta shikojmë pas 11 majit se s'do hy më thellë sepse nuk është as në interes. Jo, pra nuk duam dëmtojmë askënd. Po, pra duke qenë se jemi në periudhë zgjedhjes. Eksakt. Prandaj po the, po jo thjesht për ta kuptuar që këta nuk kanë për të mbajt asnjë kokër përgjegjësie, se pyetja ishte a do mbajnë përgjegjësinë varësisht të rrezikut. Nuk kanë për të mbajt asnjë lloj përgjegjësie sepse një njeri i përgjegjshëm nuk do kishte hyrë ndar në zgjedhje. Do kishin hyrë bashkë. Pra po të kishe të bëje me njerëz të përgjegjshëm për misionin e madh që kanë dhe mundësinë e artë që kanë për të shtyrë sistemin, këta do kishin hyrë bashkë. Ata nuk është se janë të papërgjegjshëm. Ata thjesht qëllimi i tyre nuk ka lidhje me të qenë të përgjegjshëm. Qëllimi i tyre ka lidhje me ndoshta egot e tyre personale. Dua të hyj në parlament, dua të marr 2-3 deputet, më se thash, dua të gjej 2 sponsora që ose do shpenzoj paratë e mia që të jem nesër me 4 deputet dhe të jem kingmaker dhe të kushtojë unë, po, e kështu me radhë, sepse unë nuk e mendoj, po i vetmi që po e bën shumë të ndershme garën e tij, dhe unë them është i vetmi që edhe mas 20 vitesh po të na japi Zoti emër, do ulemi këtu dhe atij t'i japi emër, ai do jetë prapë aty duke bërë këtë gjë, është Arlind Qori. Ne do ta ai e ka bërë këtë gjë. Nuk po e them as nuk po i bëj reklam, as simpati. E kam thënë unë, konsistenca e tij është shapo. Po Floger, unë atit ja kam thënë publikisht edhe kur kam pas mundësi ta marr në intervista dhe nuk e kam mohuar në asnjë moment që edhe pse unë në bindjet mjet edhe në ideologjinë time jam komplet kundrejt ato çfarë mendon Zoti Qori, por koherenca e Zotit Qori është për t'u vlerësuar me qëndrimet e tij dhe këtë nuk mund ta mohojmë se do duhet të jemi të pasinqert me veten, pastaj do duhet gënjejmë edhe opinionin. Dgjoj, e di pse se pa dashur t'i bëjmë reklam apo anti-reklam dikujt. Agron Sheha ka hyrë në politikë ashtu si ka hyrë. Po. Okej, Basha donte të bënte një kop dhe mori edhe Shehajn si success story dhe sepse një histori suksesi e ka Zoti Shehaj. Patjetër. Një njeri inovativ. Ka bërë deputetin, ka bërë disa beteja me qeverinë, sepse kishte ambicet e tij për leadership dhe kaq. Çfarë ka bërë Adriatik Lapaj? Ka kandiduar me Kuqezinjt në 2013, ka patur pastaj momente relaksi dhe qetësie, pastaj her pas here, kur ka qenë momente kruciale për shkak të njohjeve mediatike, më se thash, ka shfrytzuar median për të ngritur emrin e vet. Po nuk ka bërë sakrifica vlla. Ka qenë në disa protesta si i shoqërisë civile. Po nuk ka bërë, vlla, nuk ka bërë ai si shoqëri civile gjëra konsistente, të vazhdueshme, sakrifica, përpjekje, djers, nuk i ka bërë, fatkeqësisht. Dhe kjo besoj se do përkthehet. Endri Shabani është i arsimuar mirë, për mua nuk ka të krahasuar fare me Lapajn, por Shabani është një stil politikani që është herët për kontekstin ku jemi ne. Ndoshta i duhen ca vite që ne si shoqëri të pranojmë edhe Endri Shabanra dhe atë kulturën që ka Endri Shabani. Agron Shehajn e thash, Lul Bashën e kemi aty, Ali Beaj e pa kuptimt ndarja me Bashën, e pa kuptimt komplet, sepse çfarë bëre, ike nga Basha tek një Bashë tjetër.
fakt. Dhe u bëre një dopsove ekipin ku ishe, pa një thelb. Pa një thelb Pra, politik. këto nga do të që ti kapësh, i vetmi që ka bërë nga 2013 dhe më herët, aktivizëm politik me protesta studentësh, me akte, me gjëra po të vazhdueshme, ka qenë Arlind Qori. Tani unë nuk jam dakord, ndoshta edhe pse jam kulturalisht i majt, nuk jam dakord me propozimet dhe qasjen e zotit Qori për shtet ndërtimin dhe si e sheh ai shteti. Në shumë pika nuk jam unë me Arlindin. Po në atë Se unë jam si Tony Blair, Bill Clinton, jam rrugë e tretë, përtej të majtës e të gjatë, se këtilla kanë ardhur kohët. Po përtej kësaj, ai zotria, unë po them çfarë ka bërë, pra demonstruar ka që ai e ka seriozisht këtë punë. Dhe ka treguar, ka kaluar dekadën ai vlla. Po, Po kalove edhe me gruan, thonë, po kalove 7 vitet e para pa u ndar, mund të rezistosh pastaj. Pastaj mund të rezistosh, kështu që ne do të presim, do të rezistoj apo jo. Anëri, them ta mbyllim të pjesë, duke qenë se po bëjmë edhe prova teknike, edhe çështjet që po diskutojmë. Të duhet në fakt jemi në momente provash, derisa të kalojmë të mirëfillt live edhe në platformën e YouTube-it, duke qenë se tashmë jemi tek ekskluziv live që mund na gjeni në rrjetet e Facebook-ut, është një prej portaleve më serioze për të informuar mbi lajmet dhe qëndrimet më të fundit fal zhvillimeve politike, por jo vetëm. Duke falenderuar Flogert Muçën që kishim për herë të parë në studio, Flogert falenderoja shmase dhe Ishte kënaqësi. Kënaqësi dhe për mua. Anëri Balën, Anëri, mund të thuash dy fjalë dhe ti vetë për portalin tënd, duke qenë se është... Nuk është se... Okej, lere, veprat flasin vetë, e dim, s'ke dëshirë të flasësh. Vetë emri ekskluzive nuk ke shtuar. Mund të kërkoni ekskluziv, ta gjeni në çdo moment dhe nga unë Ermal Peçi, do të shihemi dhe në YouTube së shpejti, kështu që apasapi, mos u largoni nga ekskluziv, mos u largoni dhe nga Antena Televizion dhe së shpejti do të jemi dhe në YouTube. Së bashku mirupafshim dhe natën e mirë.